Dëmtohet ura e fshatit Panarit në njësinë administrative Vitkuq të Bashkisë së Korçës pas një nate me rrjeshje të shumta dhe intensive. Nga situata e rënduar mbi urë kanë rënë gur dhe është bërë e pakalueshme, jo vetëm bllokimi i rrugëve, por vazhdon të jetë e rëndë situata dhe sa i përket furnizimit me energji elektrike në juglindje të vendit. Problemet më të shumta janë në zonat malore dhe në disa fshatra të fushës Maliq. Fshatrat e njësive Çlirim në Ersek dhe në Dardhas, Çrrav dhe pjesërisht në Veçanë në Pogradec. 13 fshatrat të njësisë Zgor në Maliq janë po ashtu pa energji, si disa fshatrat të njësive Vreshtas dhe Moglic. Bëhet me dije po ashtu se pa energji nga dita e djeshme është edhe Panariti, i cili është izoluar nga rrëshqitja e dherave pranë tij. Stakimet të kontrolluara për shkak të kushteve të vështirë atmosferike ka pasur edhe në fshatra të tjerë si të Fushë Devollit dhe fshatrat të Korçës. E vështirë paraqitet situata në fshatrat të thella malore të njësive Dardhas e Veçanë të Pogradecit, ku rrugët janë bërë të pakalueshme si pasojë e rreshjeve.